Ndoç Jakova, dëshmi për jetën e një martiri, titulloi libri promovuar këtë shtunë në sallën Kardinal Mikel Koliçi, pranë famullisë së Shkodrës, një libër i përgatitur nga Andrea Jakova, nipi Ndoç Jakovës. Mesazhi i këtij libri ishte për Vitori Berani Sarste Ndoç Jakova, vllai i Det, Frank dhe Çes Jakovës, i cili ka pasur një histori, një aktivitet kulturor, artistik dhe politik të kohës që i trajton libri, mjaft aktiv dhe ka pas kalon zhurmë thama. Me qenë se historia e tij ishte fragmentuar shumë në libra, në revista, në media, në gazeta, unë bëna një përmbledhje në mënyrë kronologjike që ta përcjell sa më mirë, ta përcjell në mënyrën e tij dhe si ka evoluar personi i tij në kohë, bindet e tij dhe si ka qenë fundi i tij tragjik, dhe si vazhdon historia sot. Dhe ai vazhdon pavarësisht se ka jetuar, ka pas një jetë shkurt, ai si vazhdon jeton nëpërmjet dëshmimeve që shumë persona në 40 shkrimeve që kanë lënë. Famultari i Shkodrës Don Vlash Palaj vlerësoi figurën Ndoç Jakovës. Ndoç Jakova nuk është vetëm një figurë e lavdishme së shkumes, por mbetet modeli për krym për brezat e sotshëm të arshëm. Ai përfason me përbashkim të rrallë mes shpirtit të zbukur së fesë, shpirtit krijues, forcës morale, besimtarit e patriotit. Në një kohë kur vlerat shpesh zhbehen përballë interesit, jeta e tij mbetet një thirrje e fuqishme për kthim tek esencialja, tek e vërteta, tek dinjiteti, tek besimi dhe tek dashnia e pastër për atë. Në këtë dritë, Ndoç Jakova shfaqet si një martir i vërtet, jo vetëm sepse vujti dhe u fliu, por jetoi vujtjen duke i dhënë vlerë dhe kuptim, duke u shtruar kështu një dëshmitar autentik i dashurisë për fe dhe vlerë. Në prezantimin e librit merrnin pjesë figura të artit dhe historisë në Shkodër.